Gjeku lindi me sy mbi njerëzor. Ai mund të fikte orët e alarmit vetëm me një shikim, të kontrollonte ekranet e televizorit me shikimin e tij dhe të merrte produkte falas nga automatet. Çdo pajisje elektronike ishte nën komandë mbi tij. Kur dy shokët e tij e pan këtë, mbeten aq të shokuar sa nuk nxorën dot asnjë fjalë. Më vonë të tre pushuan në fushën e lojës. Një makinë pastrimi po punonte aty pranë. Gjeku donte të mburrej sërish me dhuntin e tij, por papritur dogji qarkun e makinës. Me sa duket, ndonjë fushë magnetike ndërhyrjen e aftësinë e tij. Në atë çast, në mendjen e tij shfaqen imazhe të një varreze makinash të braktisur dhe një anije të vjetër të ndryshkur. Para se të reagonin, u ndoturu spërkatmite. Një vajzë rasisti të regjistronte tijës teme. Duke ndjekur imazhet nga kujtesa e Gjekut, ata i gjetën vendodhjen përkatëse në një hartë. Papritur, një makinë skanoi Gjekun nga kokat e këmbës. Pastaj dera e anijes filloi të hapte ndalë. Një luftëtar i madh mekanik u ngrit gradualisht. Papritur, një këmbë gjigante zbiti në kitar. Pastaj ndodhi diçka magjike. Ata hipën në një ascensor, i cili çoi brenda mekanizmit. Gjeku eci drejt diskutit qendror të makinërisë. Një ekran i madh u shfaq para tij. Burri në regjistrim i tha Gjekut se ai ishte kryeluesi i këtij mekanizmi. Gjeku ishte i zgjedhur që ai kishte kërkuar prej ditësh. Për shkak të superfuqisë së Gjekut, ai mund të aktivizonte këtë makinë, duke sqaruar fuqinë e saj të vërtetë dhe të jashtëzakonshme. Kështu, Gjeku bëri hapin e tij të parë përpara dhe dy botë duket se ndryshuan përgjithmonë.